Biologjia molekulare është degë e biologjisë që merret me studimin e funksioneve të sistemeve të gjalla dhe shpjegon ndërveprimet midis ADN-s, proteinave dhe RNA-s, dhe veçanërisht rolin e tyre në riprodhimin qelizor dhe përqimin e të dhënave gjenetike. Se si kjo shkencë ndikon në jetën tonë të përditshme, ne intervistuam Meleke Rexhepin, një biologe molekulare që mohollësisht do të na shpjegojë se pse është e rëndësishme kjo degë e shkencës për të gjithë ne. Biologjia molekulare është një shkencë që dekadet e fundit ka pasur një hovë dhe zhvillim të jashtëzakonshëm përballë studimi ka materialin gjenetik dhe trashëgues, me çka diagnostifikohen shumë sëmundje gjenetike dhe trashëguese, por jo vetëm. Analizat molekulare mundësojnë dhe identifikimin e shumë agjenteve infektiv të sëmundjeve të ndryshme, me çka kemi diagnozë të shpejtë, të saktë dhe në kohë reale. Laboratorët molekular luajnë një rol të rëndësishëm në identifikimin e sëmundjeve respiratore, sidomos tani kur vërehet një rritje e ndjeshme e rasteve me viroza të rrugëve respiratore. Por çfarë thonë analizat laboratorike për këtë shtim të numrit të pacientëve? Ulja e temperaturave ka ndikuar ndjeshëm në rritjen e numrit të pacientëve me infeksione respiratore. Statistikat e laboratorisë sonë tregojnë që një pjesë e madhe e pacientëve janë infektuar me viruset më të shpeshta respiratore, siç janë influenza A, pastaj rinovirus, adenovirus, tek këtu kemi edhe pacient pozitiv me SARS-CoV, si dhe me disa nënloje të koronavirusit. Po cilat janë viruset respiratore më të shpeshta që po identifikohen aktualisht tek pacientët? Siç e ka më lart, paneli respiratora akut viral përfshin një numër të madh të viruseve respiratore, të cilët identifikohen, ndërta është SARS-CoV, influenza A, B, 4 tipet para influencës, adenovirus, rinovirus, metapneumovirus dhe të tjerët. Më të shpesht janë influenza A dhe rinovirusi si ftohjet më të shpeshta në popullsim, por duhet të cekim se jo çdo grip dhe çdo ftohje është e njëjtë për secilin pacient, prandaj është shumë e nevojshme që të bëhen analiza molekulare të traktit respirator, me çka duhet të reagohet me terapinë e duhur dhe të shpejtë, sepse jo çdo grip kalohet me antibiotik. Por si ta dallojmë nëse kemi një infeksion viral apo bakterial, nëse kemi probleme në rrugët respiratore? Kryesorja është të mbështetemi pikërisht tek mjekët e specializuar dhe të dhënat e analizave të tyre që të mund të marrim trajtimin e duhur. Po, përveç infeksioneve virale respiratore, ka pacientë të cilët vuajnë nga infeksionet bakteriale, zakonisht simptomat midis infeksioneve bakteriale dhe virale ndryshojnë edhe pse janë shumë të ngjashme. Prej infeksioneve bakteriale, ato që dominojnë janë me influenza, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumonia, Staphylococcus aureus. Nëse kemi infeksione bakteriale, gjithmonë është mirë e domosdoshme të konsultohemi me mjek që të marrim terapinë e duhur me antibiotikët e duhur për atë lloj infeksioni. Paneli i viruseve dhe bakterieve respiratore përfshin analiza më të filluar të viruseve më të shpeshta që ndihmojnë mjekët të precizojnë saktë se për çfarë virusi bëhet fjalë e për të na dhënë terapinë e duhur. AVRI apo paneli respirator viral, ka edhe më lart, përfshin viruset më të shpeshta të traktit respirator, ndërsa paneli bakterial apo Bakscreen Plus përfshin bakteriet tipike të traktit respirator, siç janë Streptococcus species, Haemophilus species, Staphylococcus species, Enterobacteriales, Enterococcus dhe kështu me radhë, dhe bakteriet atipike, Chlamydia pneumonia, Mycoplasma pneumonia, Legionella pneumonia dhe Bordetella pertussis, apo i njohur infeksioni i fundit i njohur në popull si kolla e keqe, dhe e dim që vitin e kaluar kemi pasur epidemi në vendin tonë me këtë infeksion. Po së është e rëndësishme paneli respirator për vendosjen e një diagnoze të saktë dhe për zgjedhjen e terapisë së duhur? Është shumë i rëndësishëm, sepse në rast kur kemi infeksione virale respiratore, duhet të marrim terapi për të forcuar imunitetin ton dhe jo antibiotikë, për shkak se terapia antibiotike në rastet jo të duhura vetëm se e dëmton sistemin imunitar dhe jemi më të dobët ndaj rezistencës së bakterieve, ndërsa në raste me infeksione bakteriale atëherë është e patjetërsueshme përdorja e terapisë me antibiotik.
por gjithmonë me konsultim të mjekut dhe me atë që na udhëzon mjeku me marrë dhe jo me vetë mjekime shku banatore dhe na vetë me kërkuar një terapi, ndoshta në atë moment e cila nuk është e duhur për ne. E kemi bërë si zakon që të marrim vetë terapin duke menduar se dim më shumë se mjekët për sëmundje të ndryshme, por kjo është e gabuar, sidomos kur bëhet fjalë për antibiotik, në cilat raste pra duhet të drejtohemi laboratorëve të specializuar dhe kush duhet të na udhëzoj. Zakonisht kur simptomat janë me ditë të tëra, sidomos tek të vegjëlit, tek të moshuarit, tek pacientët me sëmundje kronike, mjekët janë ata të cilët ju udhëzojnë pacientët që me bëhen këtë lloj të analizave të paneleve respiratore. Marrja e procedurës është shumë e lehtë, mjafton një mostër nga fyti dhe hunda, domethënë nuk i duhet shumë kohë pacientit për me marrë në materialin e nevojshëm për analizën. Ka dhe pacient që preferojnë vetë, pa udhëzim nga mjeku me ardhë me bëhet këtë analizë, po kjo me udhëzim nga mjeku me ardhë gjithmonë ndihmon që me marrë terapinë e duhur në kohën e duhur. Jo gjithmonë kemi nevojë për analiza laboratorike, megjithatë është mirë të dimë se cilat janë simptomat që nuk duhen neglizhuar e që na e bëjnë të ditur se duhet të drejtohemi mjekëve për të na udhëzuar drejt laboratorëve për analiza më të specializuara. Simptomat më të shpeshta janë dihet temperatura e lartë, ethe, lodhje trupore, humbja e apetitit, probleme me frymarrjen, bllokimi i hundëve. Zakonisht me këto simptome paraqiten pacientët në laboratorin tonë, sidomos ato që vijnë me udhëzime nga mjekët apo mjek specialist. Është shumë e rëndësishme që të mbrojmë veten për të mos përfunduar gjithmonë në mjek, por çfarë konkretisht duhet të dimë për këtë periudhë kur viruset janë gjithkund rreth nesh? Mbajtja e higjienës personale, mbajtja e maskës në raste kur është e nevojshme, konsumimi i frutave sezonal, përdorimi i çajrave natyral, sidomos me limon, me xhenxhefil, konsumimi i suplementeve, unë rekomandoj vitamina C të përdoret gjatë dimrit. Pastaj nëse shohim vetëm që kemi simptome, preferohet të qëndrojmë në shtëpi që të mos përhapet edhe më shumë infeksion. Mjekët dhe laboratorët e kanë të patjetërsueshme bashkëpunimin mes tyre, sidomos për virozat që kanë të njëjtat simptoma. Vetëm kështu pacientët mund të marrin në kohë terapinë e duhur. E rëndësishme është që të bëjnë analizat e sakta dhe të shpejta për të evituar kohëzgjatjen e sëmundjes. Bashkëpunimi mjek dhe laborator është i domosdoshëm, është ligj për një diagnozë dhe terapi të duhur, sidomos me analizat molekulare janë më të sakta, më precize, më të shpejta në krahasim me analizat mikrobiologjike dhe kjo e bën që pacientët dhe mjekët të kenë një pasqyrë se cilët mikroorganizma, cilët infeksione janë momentalisht prezent në trupin tonë dhe në bazë të këtyre rezultateve të reagohet më njëherë dhe me terapinë e duhur dhe me banat e duhur që të mos vi deri në hospitalizimin e pacientëve me ndonjë gjendje kronike edhe më të rëndë. Analizat laboratorike janë mjet kryesor që u tregojnë mjekëve se çfarë lloj sëmundje kanë pacientët e tyre. Për çfarë analizash të tjera bëhen në këtë laborator, na tregon biologja Rexhepi. Roli i laboratorëve në përgjithësi për shëndetin publik dhe për popullsinë është jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse ne jemi ata që u tregojmë mjekëve se çfarë kanë pacientët. Biotek laboratoria mund të themi që është lider sidomos në fushën molekulare, sepse ajo që ofrojmë ne pacientëve është shpejtësi, cilësi dhe shërbim i saktë. Përdorim teknikat dhe metodat më të sofistikuara dhe moderne në fushën e biologjisë molekulare, siç janë real-time PCR, duke ofruar një paketë të madhe të analizave gjenetike dhe molekulare për identifikimin e agentëve infektiv, po ashtu përdorim edhe një nga teknikat më moderne në këtë LMI, siç është NGS apo Next Generation Sequencing, duke ju ofruar nënave në pritje një nga testet më të saktë jo invaziv prenatal apo i njohur ndryshe si NIFT. Pra, tani e dini që laboratorët e tillë janë vende ku simptomat e sëmundjeve tona kanalizohen për të ndihmuar mjekët të na japin ilaçet e duhura. Jo gjithmonë është mirë të bëhemi mjek të vetvetes, pasi ka njerëz të specializuar që kalojnë vite të tëra duke studiuar për të na ardhur në ndihmë dhe biologët molekular ekzistojnë pikërisht për të na e bërë më të lehtë ne dhe mjekëve tanë identifikimin e çdo sëmundje që mund të kemi.